Ju përshëndesi gjithve, mirë se vini në Newsline, do të jemi së bashku në vim për të parë zhvillimet kryesore të ditës, për cilet me omazhe dhe nderime diva e skenës e ekranit Margarita Xhepa, nderimet e fundit nga miq, kolegë dhe familjar ju bën në hallin e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Unë do të jem në këtë moment drejt për drejt me Leontina Nikën, ajo ka ndjekur të gjitha omazhet përgjatë ditës së sotme. Leontina, jemi të bashku, shihet në fakt se po mbahen edhe ceremonitë e fundit, ndalemi me një raportim me gjithçka po ndodh. Atëherë në këtë çast është pikërisht edhe arkmorti që po del nga holli i Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, ku prej më shumë se 2 orë e gjysmë janë mbajtur homazhe në nder të margaritarit të skenës dhe ekranit, Margarita Xhepës. Gjithashtu janë dhe marshet në këtë çast të bandës së qytetit që japin lamtumirën e fundit divës së skenës Margarita Xhepa, qytetar por aktor, regjisor të afër me karafila të bardhë në duar, japin lamtumirën një ylli i cili nuk do të quhet kurrë. Janë pikërisht këto çaste ku i jepet lamtumira dhe përcjellet për në banesën e fundit. Margarita Xhepa. Shohim në fakt nga pamjet Leontina se ka dhe qytetarë të shumt që janë mbledhur në këto momente, që janë patjetër edhe prekse për gjithë pranishmit, për familjarët, po edhe për gjithë kontributin që ajo ka patur në artin shqiptar. Rovena, si që shihet edhe nga pamjet, janë duar trokitjet e fundit që i jepen Margarita Xhepës, e cila ka rrëmbyer zemrën e publikut, e të shumë marrëdhënësve përmes ekranit, e atyre që kanë pas fatin të shohin live shfaqje të shumta, mbi 180 role në teatr e në kinema. Dhe kështu përcjellet një divë vërtet dhe një yll i cili krijoi profilin e saj artistik dhe një shembull edhe për brezat, gjithashtu ishte edhe një grua mjaft emancipuese për gjithë gratë shqiptare. Deri kombit, Margarita Xhepa i jepet lamtumira në këtë mënyrë, në mënyrën më të bukur të mundshme, me duar trokitjet të merituara dhe që vërtet do na mungoj prezenca e saj, por yje të tilla do shkëlqejnë edhe pa prezencën e tyre fizike. Në fakt, Leontina, ne kemi qenë në komunikimet vazhdueshme së bashku edhe për gjatë ditës së sotme. Duat ndalemi me një raportim për të gjitha omazhet, për personazhet e rëndësishëm që ishin pjesëmarrës, po nga ana tjetër edhe për gjithçka, po lë pas Margarita Xhepa, siç e the dhe ti, një divë e skenës dhe ekranit. Atëherë, siç thash më herët, kanë qenë shumë të aktorë, regjisor që kanë bashkëpunuar me të. Mjaft prekës është padyshim edhe i biri Driçim Xhepa, i cili ishte të vështirë të gjente fjalët sot, por sepse nuk është vetëm dhimbja e një djali, por është edhe dhimbja e një artiste që e ka patur shembull dhe ka ecur në rrugën e tij, por duke u frymzuar jo pak, siç kanë bërë shumë aktorë të tjerë, dhe fjalët e tij ishin mjaft prekse ku edhe ka patur fatin të ndajë 2 role me tëmën, tek shokët, mbase roli i parë i Driçim Xhepës, i bie fatit të ketë pikërisht maman e tij në krah dhe janë kujtime të paharrueshme për të. Timo Floko thotë që
Sigurisht që një margaritari tillë, i cila krijoi shenjën e saj në kinema, është gjithashtu dhe në teatr, është vështirë të harrohet dhe do jetë sërish të shumt kanë qenë ndarjet. Ajo çfarë të bën përshtypje është edhe miqësia që kanë patur dy yje që kanë shkëlqyer Tinka Kurti dhe Margarita Xhepa. Shpesh në profesion do të ketë xhelozi mes tyre. Ato kanë ditur të jenë dy zonja fisnike, të respektojnë secila njëra tjetrën, duke respektuar profesionalisht, duke mbështetur dhe mbi të gjitha duke qenë të vetëdijshme, se secila ka veçantinë e saj, e yllin që i shkëlqen mbi kokë. Ndaj deri në momentet e fundit ndanin kafet, ndanin elemente të ndryshme personale, përveç asaj të skenës dhe ekranit. Janë një shembull vërtet për të ndjekur për çdo kënd në çdo fush, ku xhelozia nuk duhet të mbizotroj, po duhet të mbizotroj vërtet profesionalizmi. E këtë e kanë dëshmuar më së miri dy margaritarë çmuar të kinemas e teatrit, si që janë. Ne kemi mes nesh Tinka Kurtin, ku ishte mjaft prekse. E quajti më ka humbur motra, më ka humbur krahu i djathtë në një lloj forme, pasi zbashu kanë gjetur të mbështetjen, dhe kishte të vështirë, një ndarje që i dhimte fort. Por kanë patur dhe regjisorë të cilët e kanë quajtur fat të kesh Margarita Xhepën në castin e një filmi apo të një teatri. Ishte shumë e lehtë për të portretizuar karakterin e personazhit, pasi ajo krijoi në kohë të vështira një profil shumë unik, që mund të cilësohet dhe emblematik lirshmërinë e të interpretuarit. Gjë që në kohë të tilla të diktaturës, korniza ishte e vështirë të lëkundet. Edhe në të çaste që flasim mbase dhe moti po qanë, le të themi, sepse filluan disa pika shiu. Edhe ne po ndjekim në fakt drejt për drejt edhe momentin e largimit të makinës, duke tani më se Margarita Xhepa do të prehet në banesën e fundit pas të gjitha homazheve dhe ceremonisë së mbajtur patjetër dhe nderimeve. Unë falenderoj shumë Leontina për raportimin përgjatë gjithë ditës sot. Faleminderit. Nisja e gjykimit për dosjen Partizani, ku i pandeuror Sali Berisha dhe dhëndri i tij po zvarritet prej disa muaj. Instanca paraprake në gjykatën e posaçme është shtyrë sërish sot për të zhvilluar më datë 11 prill. Për të marrë më shumë detaje lidhur me këtë vendim, unë do të jem drejt për drejt me Ermal Vion. Ermal, të përshëndes, mbi cilat argumente u mor ky vendim për shtyrjen për të disatën herë për këtë dosje? Por Ovena, ditën e sot me seanca paraprake në lidhje me kërkesën e prokurisë së posaçme që ka kërkuar kalimin për gjykim ndaj ish-kryeministit Sali Berisha, dhëndërit të tij Amar Maltezi dhe 3 personave të tjerë të akuzuar për korrupsion apo dhe pastrim parash në lidhje me privatizimin e ish-kompleksit Partizani, nuk është zhvilluar, kjo për shkak se një nga avokatët mbrojtës të një prej shoqërive e cila është vendosur në sekuestro, siç është shoqëria Pustina, mungonte ditën e sotme dhe për këtë është vendosur shtyrje e seancës që do të mbahet në 11 prill në orën 9:30 minuta. Kujtojmë në fakt që seanca është në fazën finale, le të themi, ku gjykata do duhet vendos mbi kërkesën e SPAK në rast se do e kaloj dosjen për gjykim apo do kërkoj prokurisë të kryej veprime të tjera shtesë ose të vendos pushimin e hetimeve. Nga ana tjetër, si kundër e përmenda, shkaku bën në fakt mos prezenca një prej avokatëve mbrojtës, duke e shtyrë kështu për të disatën herë seancën paraprake në lidhje me dosjen për privatizimin e ish-kompleksit Partizani, ku ish-kryeministi është marrë i pandehur për korrupsion bashkë me dhëndërin e tij Amar Maltezi, ku ky i fundit është marrë i pandehur për korrupsion dhe për pastrim parash. E qartë. Nga ana tjetër, Ermal, gjykata e lartë ka rrëzuar sot kërkesën e Berishës për ndryshim të gjyqtarëve që do të shqyrtojnë edhe rekursin që ai ka patur më herët për masën që rëndon ndaj tij detyrim paraqitja. Po në këtë rast, cilat ishin argumentat? Në fakt ka qenë gjykata e lartë që ka rrëzuar kërkesën e avokatëve mbrojtës të ish-kryeministit Berisha që kërkonin heqjen e trupës gjyqësore, e cila do të shqyrtojë kërkesën për rrëzimin e masës detyrim paraqitje të caktuar ndaj Berishës fillimisht nga gjyqtari i apelit të posaçëm Engert Pëllumbi, që ka vendosur që Berisha do duhet të paraqitet në prokurori të hënën e parë dhe të tretë të muajit. Ende nuk ka, le të themi, një argument nga ana e gjykatës së lartë në lidhje me rrëzimin e kësaj kërkese, por ajo që është e
sigurt është se do të jenë 3 gjyqtarë të gjykatës së lartë, Sandër Simoni, Ilir Panda, të cilët do të vendosin mbi kërkesën dhe Sokol Binaj, të cilët do të vendosin mbi kërkesën e avokatëve mbrojtës të kryeministrit Berisha që kanë kërkuar heqjen e masës detyrim paraqitje të caktuar ndaj tij prej janarit të këtij viti. Faleminderit Herman Via për raportimin. Ne do të mbetemi tek njëjta çështje, do të kemi mundësi që të dyja seancat e mbajtura ditën e sotme të diskutojmë më gjërësisht, patjetër në aspektin juridik, por edhe tek ndikimi që mund të ketë edhe në skenën politike shqiptare, duke patur parasysh se një nga seancat ajo për kalimin ose jo për gjykim të dosjes Partizani do të mbahet pikërisht në datë 11 prill. Në këtë moment unë do të jem drejt për drejt me juristen Brizita Gjikondi. Ju përshëndet zonja Gjikondi, faleminderit që jeni me ne. Një tjetër shtyrje dhe ditën e sotme e dosjes Partizani, siç edhe ndoqëm nga kolegu me cilin ishim në komunikim të drejt për drejt, çfarë ju thot diçka e tillë? Është një pasururi në shëje brapa institucioneve ka pasionitishme, është gjyqin një. Okej, do të kemi mundësi që t'jemi pas pak edhe me juristen Brizita Gjikondi për të patur mundësi për ta diskutuar patjetër gjërësisht vendimin e marrë ditën e sotme për shtyrjen e seancës për dosjen Partizani. Do të merret një vendim pritet të paktën në datë 11 prill nëse kjo dosje do të kalojë për gjykim. Dua të rikujtoj se të pandehur janë ish kryeministri Berisha, një është edhe dhëndri i tij Jamar Bërmalltezi. Më pas do të kemi mundësi që së bashku me zonjën Gjikondi që e kam në këto momente do të diskutojmë edhe për vendimin e marrë ditën e sotme nga gjykata e lartë. Jemi sërish së bashku zonja Gjikondi, mund vjojmë me analizën për shtyrjen e dosjes Partizani. Ne po shikojmë që për 5 muajsh familja Berisha bashkë me zotin Maltezi po e shtyn në kalendat greke procesin e marrjes për të përcaktuar do kalojë në gjykim apo jo, çka tregon dhe pandershmërinë e tyre dhe të pavërtetat që thonë, sepse në rast se ata janë në paqe me veten, në paqe me drejtësinë, në paqe me provat dhe nuk është ashtu si ata hiqen sikur ato janë prova të stisura, patjetër që nuk kanë asgjë për të fshehur dhe nuk kanë pse ta shtyjnë në këtë mënyrë, çka këtë rekordin e shtyrjes e ka thyer vetëm drita ndajti. Ne dim që përdorte lloj-lloj makinacionesh që të shtynte përballjen me gjykimin real. Ne e pam që dhe sot u gjet një pretekst si mungesës avokatit, çka është dhe qesharakë po dhe e tushme për familjen Berisha Maltezi, dhe shikojmë që gjyqi është lënë në 11 prill, dita që hapet dhe fushata zgjedhore. Dhe jam e bindur që në raste që për mendimin tim dhe nga ana profesionale 90% çështja e tyre kalon në gjykim, do e bëj gjithmonë si lidhje, si goditje politike, që jo po është 11 prill, jo po është dita që fillon fushata, duan na dëmtojnë, dhe ka përshtypjen se çdo gjë ata e kanë sajuar më shumë për të mashtruar shqiptarët dhe zgjedhësit e tyre. Sepse në rast se do ishin edhe ndonjëherë në paqe me veten, në paqe me dokumentacionin, nuk kishim se të përdorim këto truke të shëmtuara të shtyrjes pafund të gjyqit, ku thjesht do procedurë dhe do përcaktohet do kalojë në gjykim apo jo. Çfarë përfitohet në gjykimin tuaj? Pra, një kartë elektorale për ta përdorur më 11 prill e në vijim deri më 11 maj, apo ka edhe diçka që mund të përfitohet edhe në aspektin ligjor, në aspektin juridik në kuadër të procesit? Për sa kohë hetimet janë mbyllur, kjo është thjesht një procedurë formale, nuk është se ndikojnë shumë në proces. Unë mendoj që thjesht ata nuk duan të përballen me realitetin, me pasojat e veprave të tyre të abuzimit me pasurinë kombëtare. Mos harrojmë që mbështetja që i ka dhënë ambasada amerikane SPAK-ut përpara një dite ja pret shpresat në mënyrë totale asaj familje dhe jo vetëm atyre, por dhe të gjithëve që aludojnë se mund të kenë ndikim në drejtësi. Thjesht fitojnë kohë me mendsinë se duke fituar kohë do arrijnë të zbusin gjërat ose të marrë një amnisti nga Amerika, çka nuk ka për të ndodhur asnjëherë. A mund të kthehet bumerang Berishës e gjithë kjo shtyrje, duke patur parasysh se më datë 11 prill do të hapet fushata, duke marrë parasysh logjikën tuaj si i pandehur zyrtarisht? E sa kuptoj unë, Berisha nuk kam kur themi ne që i ka plasur cipa dhe zbesoj se i bën përshtypje
i bën përshtypje bumerang ose jo. Ai tani është një kamikaz i vetes së tij. E kuptova. Nga ana tjetër, paralelisht në një mënyrë, sot është mbajtur edhe një seancë në gjykatën e lartë, ku është rrëzuar kërkesa e tij. Ai kishte kërkuar më herët ndryshimin e gjyqtarëve për revokimin e masës sigurisë, detyrim paraqitje mbi të cilin rëndon edhe sot e kësaj dite që ne flasim. Kjo ka qenë një kërkesë e rrëzuar, si ndikon në procesin në tërësi? Unë e rritem me njërë, si avokat dhe si njëse procedurave të janë thjesht truke që përdoren për të zvaritur gjëra dhe gjoja me shpresë se kur ta çoj çështjen në Strasburg, që besoj se do ketë shansin Strasburgut me ndonjë ndryshe nga SPAK-u dhe nga gjithë sistemi i ri drejtësisë shqiptare, të gjej sebepi që gjëja të gjej sebepi për të kthyer mbrapsht gjithë çështja e tij. Këto janë thjesht truke pa burrërie të një familje që përpiqet gjoja të udhëheqë opozitën, por ndërkohë përdor kështu hilesh të vogla që nuk janë dhe nuk duhet të ishin në nivelin e një personi që kryeson opozitën shqiptare. Në tërësi, në të gjithë mënyrën se si ecën procesin nga seancat që priten në vijim, ju thoni se nuk ka ndikim, sidomos në aspekt ligjor. Absolutisht nuk ka ndikim, përkundrazi, për mendimin tim, rëndon pozitat e Berishës dhe familjes maltezi, përpara drejtësisë shqiptare, duke përdorur kështu trukesh pikërisht për të shtyrë momentin për të ballafaquar me prova dhe me fajësinë e saj. Kushtesi nuk ndikon për asnjë gjë tjetër. Çfarë prisni ju për të gjithë këtë proces? Përtej faktit se thoni se ata do të merren zyrtarisht pandehur, po në tërësi, qoftë në përfundimin e procesit dhe në ndikimin që mund të ketë në politikë. Kjo është nga çështjet që ishte pika kryesore ku zoti Berisha u shpall më ngrata, pikërisht me abuzimin e pushtetit dhe të pasurive që bëri. Prandaj unë pres që drejtësia shqiptare të konfirmojë atë që është ditur botërisht, por ta konfirmojë me dosje, me vendim dhe me letra zyrtarisht. Presi të çojë deri në fund gjykimit dhe jo vetëm për Berishën, por edhe për personazhe të tjerë, djathtas dhe majtas që tani kanë shkelur pragun e SPAK-ut, po mos harrojmë që opozita shqiptare ka opozitën më të vështirë sepse i ka të tre krerët e saj në dyert e SPAK-ut, kam përshtypjen se vërtet kjo do marrë drejtim. Mendoni ju se fushata do të jetë e përqendruar konkretisht tek akuzat që SPAK ka ngritur ndaj eksponentëve të rëndësishëm të opozitës? Besoj se me sa kam dëgjuar unë edhe zoti Rama ka thënë që ne ja i lëmë drejtësisë pjesën e saj, ne shikojmë pjesën politike. Dhe drejtësia, zoti Dumani dhe GKK dhe ILD-ja, të gjithë këto struktura të drejtësisë të re kanë thënë që ne kemi agjendën tonë që s'ka të bëjë fare me politikën. Prandaj mendoj që t'ia lëm drejtësisë, por nga ana morale, gjithçka që përfundohet me familjen Berisha Maltezi, patjetër që ndikon te ata zgjedhës që kanë një vetdije dhe kanë një qasje morale ndaj faktit të Shqipërisë. Do të dëmtohet në gjykimin tuaj opozita me të gjitha zhvillimet që kanë proceset gjyqësore në këtë kohë? Ajo patjetër që është dëmtuar dhe do të dëmtohet akoma më shumë. E kuptova. Unë ju falenderoj shumë, zonja Gjikondi, për këtë lidhje të drejt për drejt dhe për informacionet që ndat me ne. Faleminderit ju. Ne do të ndalemi tani me një shkëputje, rikthehemi pas pak. Bie në prangat e policisë për herë të dytë pas 2 vite, ish efektivi Reneas Altin Morina ishte shpallur në kërkim nga SPAK, i dyshuar si ka bashkëpunuar me Durim Bamin për kultivim kanabisi në zonën e Niklës dhe të Tapizës për gjatë viteve 2019-2020. Në mars të vitit 2023, Altin Morina ishte arrestuar me urdhër të SPAK për një tjetër akuzë, por ishte liruar nga gjykata. Ish efektivi i repartit special Renea Altin Morina është arrestuar mbrëmjen e të njëjtës nga policia e komisariatit numër 2 në kryeqytet pas një informacioni se ai ishte i armatosur. 45 vjeçari rezultoni shpallur në kërkim nga SPAK për veprën penale kultivimi i bimëve narkotike kryer në kuadrin e grupit të strukturuar kriminal. Gjatë kontrollit fizik, Altin Morinës ju gjet dhe ju sekuestrua një armë zjarri pistolet, ndërsa policia ka arrestuar edhe një 25 vjeçar që ishte në timonin e makinës
Shqipërisë me të cilën lëvizte Altin Morina për veprën penale për krahja e autorit të krimit. Ish efektivi forcave Renea u shpall në kërkim në 17 maj të vitit 2024 në kuadër të operacionit të revanshi si pjesë e grupit të Durim Bamit në Nikël. Në dosjen revanshi, sipas PAK, Altin Morina ka bashkëpunuar me Durim Bamin për kultivimin e kanabisit në zonën e Niklës dhe të Tapizës në vitet 2019-2020, kohë kjo kur ai ka qenë në detyrë si efektiv i forcave Renea. Altin Morina është i njohur për drejtësinë pasi u arrestua edhe në mars të vitit 2023, pasi në makinën me të cilën po lëvizte ju gjetën 113.000 euro që fillimisht u dyshuan se vinë nga aktivitetet kriminale, por pas arrestimit ai siguroi disa fatura bankare, duke justifikuar se parat i kishte marrë borxh tek një biznesmen. Altin Morina rezulton gjithashtu se është përjashtuar edhe në vitin 2015 nga policia e shtetit për ushtrim dhune dhe mos zbatimin e urdhrit të eprorit, por Morina u rikthye në detyrë nga gjykata administrative e apelit, madje ka arritur t'i marrë shtetit si dëm shpërblim edhe 8 paga. Pengmarrja e djeshme në Lezhë ka patur zanafill të konfliktit kundër shtimin e ndërtimit të një heci në Kaçinar të Mirditës. Dot Gjoka është konfliktuar me 3 autorët pasi këta të fundit kundërshtonin ndërtimin e këtij hidrocentrali. 35 vjeçari është punonjës sigurie në kantierin ku po ndërtohet hidrocentrali. Jemi sërish së bashku, ndalemi tani me të tjera zhvillime. Bashkimi Evropian thotë se Shqipëria ka performancë më të mirë nga vetet kandidate për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Brenda vitit 2027 pritet mbyllen negociatat e anëtarësimit. Kryeministri Edi Rama thotë se duhet të shfrytëzojmë faktin që dera e Bashkimit Evropian është e hapur për të bërë pjesë e familjes europiane. Shqipëria është vendi me performancën më të mirë në procesin e integrimit, kështu deklaroi presidenti i Komitetit Ekonomik dhe Social të Bashkimit Evropian, Oliver Robke, i cili tha se viti 2027 për mbylljen e negociatave është objektivi i arritshëm për vendin tonë. Këto 3 ditë në Shqipëri, ku komuniteti jonë është i pranishëm, shënojnë një gur kilometrik të rëndësishëm që tregon se Shqipëria nuk dua të them vend pararendës, por është një nga anëtarët me performancë më të shkëlqyer në rrugën e anëtarësimit në BE, në grupin e të drejtave themelore të shtetit dhe të drejtës. Shqipëria është vërtet pranë një nga vendet me performancën më të mirë të negociatave për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, dhe me gjithë zemër uroj që të arrini ambicjet që keni për të mbyllur deri në fund të vitit 2027 gjithë kapitujt në mënyrë që të bëheni anëtar me të drejta të plota deri në vitin 2030. I pranishëm në Komitetin e Përbashkët Konsultativ me Komitetin Ekonomik dhe Social të BE-s të mbajtur në Tiranë ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili tha se tashmë dera e Unionit është e hapur. Rrugëtimi ynë është rrugëtim që e konsiderojmë si bekim unik dhe që vjen me faktin se jemi në zemër të Europës dhe që do të mund të shfrytëzojmë njohuritë dhe instrumentet e Bashkimit Evropian për të jetuar një transformim të thellë. Dera është e hapur, duhet përfitojmë nga ky shans dhe të bëjmë maksimumin sepse ne dimë si funksionon kështjella. Hap dyer dhe mbyll dyer. Rama risolli në vëmendje dhe turinë e gjatë të negociatave duke vlerësuar faktin se tashmë Bashkimi Evropian ka vullnetin për të zgjeruar. Ka qenë një rrugë e gjatë me shumë situata ku gjetëm veten të mbërthyer, por më duhet të them që tashmë po lëm apo po jetojmë në një moment. Është hera e parë që yjet tona janë në një linjë me yjet e Bashkimit Evropian edhe për të ardhmen edhe për të tashmen. Një koment Rama e kishte edhe për kritikët. Thonë është iluzion e propagandë kur s'ka ndodhur në 12 vjet pse duhet ndodhë në 4 vite, por këta njerëz nuk janë të informuar se Malizi ka çelur negociatat që në vitin 2012, Serbia në 2024. Republika e Maqedonisë së Veriut kishte një emër tjetër kur u bë vend kandidat dhe sot e gjejmë veten tonë në pararoj pasi çelëm negociatat vitin e kaluar dhe këtë vit kemi shans të mirë të hapim grup kapitujt. Përzgjedhjet e 11 majit do të prodhohen mbi 3.5 milion flet votimit. Para do të jenë sasia që do të dërgohet rreth çerek milioni shqiptarëve të diasporës me post. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi dhe 7 komisione që do të ngrihen për të numëruar votat e diasporës sipas qarqeve ku kanë regjistrimin votuesit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi këtë të premte sasinë e fletëve të cilat do të prodhohen për votimin brenda Shqipërisë. Numri i tyre do të jetë i barabartë me atë të zgjedhësve, duke shtuar 2% edhe për shkak të mundësisë që ndonjëra prej tyre mund të dëmtohet. Referuar pikës 4 të neli 97 të kodit zgjedhor, sasia e fletëve të votimit që do duhet prodhohen për çdo qark për zgjedhjet brenda territorit të Republikës së Shqipërisë për kuvend datës 11 maj 2025, duke shtuar atë të 2% mbi numrin e zgjedhësve, është 3.534.792 fletë votimi. Sa i përket votimit nga jashtë, 7 komisione të posaçme dhe 37 grupe do të ngrihen për të numëruar votat e diasporës. Për sa i përket grupeve të numërimit të votave nga jashtë, 10 do të jenë për Tiranën, 5 për Fierin, 4 plus 1 rezervë për Elbasan dhe Kukës, 4 plus 1 rezervë për Durrës dhe Gjirokastër, 2 plus 1 rezervë për Korçë dhe Dibër, 3 plus 2 rezervë për Vlorë dhe për Lezhë, dhe 2 plus 2 rezervë për Shkodër dhe Berat. Në zgjedhjet parlamentare të 11 maj do të ushtrojnë të drejtën e votës 245.935 shtetas, të cilët jetojnë dhe punojnë jashtë Shqipërisë, ku peshën më të madhe vota e tyre pritet ta ketë në Tiranë dhe Fier. Po ashtu, KQZ miratoi hapjen e një qendre votimi brenda burgut të Rogozhinës për të mundësuar të drejtën e votës për 151 persona që vuajnë dënimin në këtë institucion. Shqipëria do të jetë pjesë e një projekti të madh hekurudhor që do të përfshijë 39 vendet e Europës. Projekti përbëhet nga 5 linja kryesore që përshkrohen nga trenat të shpejtësisë së lartë, ndërsa vendi ynë do të jetë një stacion i linjës Lisbon-Kiev. Ekspertët europianë e vlerësojnë si një nga projektet më të mëdha të shekullit të 21. Një projekt ambicioz që lidh 39 destinacionet e Europës me trena është prezantuar nga një grup ekspertësh. Përmes linjës hekurudhore të trenave me shpejtësi të lartë, veriu, jugu, perëndimi dhe lindja e Evropës do të jenë më afër. Projekti përbëhet nga 5 linja kryesore në kontinentin e vjetër: Napoli, Helsinki, Lisbon, Kiev, Madrid, Stamboll, Dublin, Kiev dhe Milano, Oslo. Rrjeti që është quajtur Star Line, i konsideruar si një tub evropian, përfshin edhe Shqipërinë. Tirana do të jetë pjesë e linjës Lisbon-Kiev. Kryeqyteti shqiptar është stacioni 8 nëse nisesh nga Portugalia dhe i 6 nëse nisesh nga Ukraina. Tirana është kështu pjesë e rrjetit me qytete të rëndësishme evropiane si Lioni, Milano, Roma, Zagrebi, Athina, Sofje, Bukureshti. Shumë pranë stacionit të Romës dhe Milanos, kjo linjë i mundson Shqipërisë gjithashtu lidhje me linjat e tjera që përshkojnë qendrën dhe veriun e kontinentit evropian. Instituti me bazë në Kopenhag që e ka prezantuar e ka quajtur këtë projektin e shekullit 21, që do të funksiononte si një sistem metroje, duke rivalizuar transportin ajror të kontinentit. Starline ndryshon mënyrën se si evropianët e perceptojnë kontinentin e tyre, jo si një koleksion kryeqytetesh të largëta, por si një rrjet i vetëm, me lëvizje të shpejtë, ku çdo lidhje, qoftë për njerëzit apo mallrat, është e lehtë për t'u arritur, janë shprehur ekspertët. Ndërsa projekti duket tepër ambicioz, një sistem hekurudhor në mbar Evropën do të ishte jashtëzakonisht i përdorur nga udhëtarët. Qytetet nga skajet e ndryshme të kontinentit do të ishin në këtë mënyrë shumë afër. Sipas propozimit, Helsinki dhe Berlini janë vetëm 5 orë larg në vend të udhëtimit të plot ditor që kërkon për momentin. Sistemi i ri do të jetë rreth 30% më i shpejtë se udhëtimi rrugor dhe hekurudhor aktual, me trenat që funksionojnë me shpejtësi 300 deri në 400 km/h. Starline 21 është gjithashtu edhe një projekt mjedisor. Transporti është një nga sfidat më të mëdha klimatike të Evropës. Sipas Agjencisë Evropiane të Mjedisit, në vitin 2022, sektori kontriboi në rreth 29% e emetimeve totale të gazrave ster të BE-s. Fluturimet me distanca të shkurtra mbeten mënyra më e përdorur e transportit për miliona njerëz. Pavarësisht të hekurudhat me shpejtësi të lartë, emetojnë deri në 90% më pak dioksid karboni për udhëtim. Vende si Franca dhe Austria kanë filluar të kufizojnë fluturimet me distanca të shkurtra, ku ekzistojnë alternativa hekurudhore, por ndikimi i vërtet kërkon një qasje kontinentale, thot grupi ekspertëve. Projekti duket tepër ambicioz dhe mund të kërkojë disa dekada për të realizuar në të gjithë kontinentin. Ishte gjithçka e përgatitur për Newsline për ditën e sotme. Zhvillimet e fundit përditësuara minut pas minute nga vendi, rajoni dhe bota mund t'i ndiqni dhe në faqen tonë apcnews.al, njerësh dhe në valët e radios 105 FM.
Bashkë përshëndetemi këtu, miru pafshim.